Qësimi është veteriner edhe është prindi i Shtimi edhe Ferizaj. Vjosa dhe Kastrioni. Po përorojmë, po inaugurojmë fillimin e punimeve për këtë kompleks dy fushave të tenisit, në vlera dikon 200.000 euro, por rëndësia shumë më e madhe se sa që tregon vlera. Ky projekt, e këto punime, e këto ide tregojnë për kushtimin e ministrisë sonë që bashkë me komunën të krijojmë kushte, të krijojmë infrastrukturë për potencialin e madh të rinisë sonë, por edhe për publikun që në mënyrë që të kenë mundësi për një jetë shëndetshme, por edhe në mënyrë që të dimë, të zbulojmë talentet e reja që do të shkelcejnë në këtë fushë. Tashmë ju komuna ju që keni të bekuar se keni një yll shëndretës, për cilin do të dëgjojmë edhe në të ardhmen, po edhe e tashme që ka shumë e shkelqyshme, edhe unë ndihem shumë mirë për këtë. Tash këta do të kenë kushte më të mira. Ne do të vazhdojmë jo vetëm në sportin e tenisit, por edhe në sportet të tjera, të mbështesim komunat. E falenderoj shumë kryetarin për idetë e qarta, për vizionin e qartë që ka për krijimin e kushteve, për krijimin e një ambienti ku potenciali e talenti i treve nuk zhduket, nuk venitet, por shkelcen. Ne do ta japim maksimumin edhe në disa fusha të tjera, disa prej të cilat tashmë i kanë konturat, edhe shumë shpejt do të dëgjoni për to. Kryetar, faleminderit shumë, Anis, faleminderit shumë. E ju shkoj të mbarë gjithëve. E falenderoj gjithë ata që kanë kontribuar, departamentin e sportit nga ministria jonë, komunën, për gjithë çka është bërë në këtë projekt edhe për projekte tjera. Faleminderit ministër, të nderuar media, siç po e shihni, sot jemi këtu në gurthemelin e fillimit punimeve të dy stadiumeve ose terreneve të tenisit, që është një projekt përmes një memorandumin mes Ministrisë Sportit të rinisë si dhe Komunës Shtimes. Kjo ka qenë një ide, mos të harrojmë me përmend, e kryetarit të Federatës së Tenisit. Kjo e motivume edhe nga talenti që kemi në Komunën Shtimes, Anisa Ismailin, e cila po kur sukseset jashtëzakonshme në tenis, domethënë edhe në arenën ndërkombëtare. Këto dy terrene sportive do të jenë shërbim të Anisës, po edhe çdo talenti dhe të apasionuarit të sportit të tenisit. Unë e falenderoj ministrin Gashani që është sot prezent bashkë me kryetarin e federatës. Siç këto 4 vite kemi pa punë të mira që i kemi bë bashkë me Komunën e Shtimes dhe me Ministrinë e Sportit dhe Rinisë. Po ashtu u dakorduam me ministrin e ri, me ministrin Gashani, që do të vazhdojmë edhe projekte të tjera, siç është ky, po edhe shumë projekte të tjera në vazhdim. E falenderoj ministrin edhe për çështjen pozitive, po edhe për gatishmërinë për me përkrah Komunën e Shtimes në projektet që i kemi për të implementuar këto 4 vite të ardhshme.